Qofse më lejon profesor, doja që pas leximit të deklaratës, duke përfituar nga rrethana që media është e pranishme, të theksoj një specifik të rëndësishme të aktivizimit të dhomës zgjedhore si vetmi grupim apo si ndër grupimet më serioze, vendase, të angazhuara tashmë në procesin e mbikëqyrjes së procesit të reformës elektorale që sapo ka nisur. Kuvendi ka hapur procesin legjislativ për të adoptuar në kodin zgjedhor ato që janë rekomandime si të dhomës zgjedhore, ashtu edhe të vëzhguesit ndërkombëtar, që është OSBE-ODIHR, dhe ky është i fakt i njohur. Specifika e rëndësishme është që dhoma zgjedhore do bëj çmos paraj sa është në pozitë dhe me të gjitha instrumentat që disponon edhe në kuadër të këtij riaktivizimit të saj, që të jetë e pranishme dhe të sigurohet që çdo rekomandim i dhënë në 2 zgjedhjet e fundit, si ato të përgjithshme, ashtu dhe ato vendore, të gjejnë shtegun dhe të adoptohen pa zigzake në reformën zgjedhore që sapo ka nisur. Dhe e dyta, për shkak të specifikës që legjislacioni i ri në Shqipëri për dekriminalizim është një realitet i cili ka ndodhur pas prodhimit të raporteve me rekomandime për 2 zgjedhjet më të fundit, të sigurohemi që ai të reflektohet edhe në kodin zgjedhor dhe ku të marrë masa që dekriminalizimi të jetë edhe më i thellë, duke reflektuar nevojat e shoqërisë, por edhe duke parë në sy realitetet negative të krijuara, ku sigurisht infiltrimi në një masë shqetësuese i elementeve kriminal në funksione publike që prodhohen përmes mekanizmit të zgjedhjeve, të mundet që përmes instrumentit legjislativ dhe jo vetëm represiv apo penal të kodit penal, të eliminohen sa më shumë të jetë e mundur. Theksoj, profesor, nevojën që ligjvënësi të reflektoj në rastin konkret për të përfshirë ata shqiptar të mirë që jetojnë në emigracion dhe të marrë një vendim të qartë nëse ata janë shqiptar që duhen trajtuar me drejtat barabarta dhe ju duhet garantuar jedimisht e drejtë e votës, apo duhet të lihen sërish në ekzil edhe në zgjedhjet që po trokasin pas 7 apo 8 muajsh. Dhe sigurisht mekanizmi i listave të hapura mendoj që do ta restauronte para sa është e mundur cilësinë e demokracisë, e cila e lën vetëm në diskrecionin apo hermetizmin e zyrave të kryetarëve të partive të mëdha, ka prodhuar fenomene shumë shqetësuese për funksionet publike dhe për shoqërinë shqiptare në tërësi.